Pastrimi me pluhur të thatë është një formë e ndërmjetme pastrimi sipas ÖNR 2210. Kjo metodë pastrimi nuk mund të përdoret për gëzov kafshësh apo për tapete me fije të gjata. Për të gjetur procesin e duhur të pastrimit për sipërfaqe të ndryshme tekstili në përputhje me ÖNR 2210, do t'ju duhet të identifikoni tapetin, sidomos për të dalluar fibrat e ndryshme. Kjo është një fibër vegetale, kjo është fibër shtazore dhe kjo është fibër sintetike. Duke përdorur një test zjarri, mund të dalloni lehtësisht llojet e ndryshme të fibrave. Fibra vegetale digjet lehtësisht, tymoset dhe mban erë druri apo letre të djegur. Rezultati është hi i bardhë. Fibra shtazore ka një flak natyrale dhe mbrojtje nga tymi, prandaj nuk digjet aq lehtësisht. Mban erë si bri apo flok i djegur dhe mbetjet mund të fërkohen lehtësisht mes gishtave. Fibra sintetike digjet mirë, fibra shkrihet, mban erë tipike plastike apo materiali sintetik dhe pasi fibra është ftohur, mbetjet janë sferike dhe të forta. Për të identifikuar metodat e duhura të pastrimit, shikoni informacionet e detajuara në manualin ton Reinigung Technik për të shmangur dëmtimin e tapeteve gjatë pastrimit. Masat e përgjithshme paraprake të sigurisë dhe mbrojtjes duhet të zbatohen për të gjitha operacionet e pastrimit. Në varësi të ambientit dhe nëse ka sipërfaqe delikate, mund t'ju duhet një material mbulues dhe maskimi adeziv, një tapet për mbledhjen e papastërtive, një tabel rrezik rreshqitjeje dhe të gjitha pajisjet e nevojshme personale të mbrojtjes, si dorashka, syze dhe këpucë sigurie. Para se të filloni çfarëdo aktiviteti pastrimi, sipërfaqet ku të punohet dhe sipërfaqet përreth duhet të kontrollohen për dëmtime të mëparshme dhe dëmi i mundshëm duhet të vlerësohet. Çdo anomali duhet të dokumentohet dhe të raportohet tek klienti, blerësi apo mbikëqyrësi. Për këtë punë janë të nevojshme kimikatet e përposhtme, pluhuri i thatë, sprej i ftohtë për heqjen e çamçakësve dhe agent shpërbërës për njollat e tërheqshme në ujë dhe të tërheqshme të tretësira. Për të përdorur pajisjet dhe makineritë, do t'ju duhet pëlhura të bardha që thithin, furça për pastrimin e tapeteve, një fshesë korrenti dhe një pastrues tapeti. Për heqjen e çamçakësve, çamçakësi duhet ftuar me shok me një sprej të ftohtë, më pas duke përdorur anën e harkuar të një luge apo të një objekti tjetër të harkuar, kruani çamçakësin nga fibra. Për heqjen e njollave përdorni agentin përkatëses të heqjes, për njollat të tërheqshme në ujë apo për njollat të patërheqshme në ujë dhe aplikojeni me kujdes me një pëlhurë të bardhë që thith me lëvizje rrethore. Më pas, tapeti duhet të pastrohet thellësisht me fshesë me korrent ose, në varësi të fibrës, të fshihet me vakum. Pluhuri i thatë i tapetit aplikohet me dorashka direkt në tapet dhe me pastruesin e tapetit mund të punoni me fibrën duke kryer lëvizje gjatësore dhe tërthore. Pas një kohe reagimi ose tharje për 30 deri në 45 minutash, në varësi të produktit, tapeti duhet të pastrohet tërësisht me vakum. Për një pamje optimale, tapetet prej kadifeje përfundohen me një fshesë korrenti, vertikale ose një fushë dyshemeje për të siguruar që fibra shtrihet në një drejtim të vetëm.